Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa sallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinab. Allahu jalla wa ala falenderojm. Salavat dhe selamet tona mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit e pasojnë. Vazhdojmë me lein Allahut xhalla xhelaluhu. Kemi mbet në pjesën ku dietarët e hadithit dhe të sirës shpjegojnë formën e takimit ose ballafaqimit të dy ushtrive, ushtrisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe ushtrisë së Qurayshve në fushbetejën e Bedrit. Dhe treguam ne që disa detaje që kanë të bëjnë me zbritjen e secilës prej ushtrive në këtë fushbetejë, numrin e tyre, përgatitjet e tyre e kështu me radhë. Dhe thamë që të parët të cilët do të fillojnë në sulm nuk do të jenë muslimanët, nga se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ju dha atyre urdhra të prerë që asnjëri prej tyre mos të lëviz derisa i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam të jep isharet. Në momentin që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam jep isharet, atëherë muslimanët do të fillojnë që të përgjigjen me kundërsulm në aspekt të hudhjes së shigjetave kështu me radhë, por në aspekt të lëvizjes së rradhëve në drejtim të armikut nuk do të lëvizë askush derisa të vjen urdhri i prerë i pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi ndodhen dy luftimi, për të cilin kemi diskutuar, do të del përpara ushtrisë së mushrikëve Abu Jehli. Qëllimi i tij do të jetë stimuli ose nxitja e ndjenjave fetare të dy palëve, edhe të muslimanëve dhe jo të muslimanëve. Gjë të cilën Allahu xhalla xhelalu e ka cekur në librin e tij në Kur'an. Do të çohet Abu Jehli dhe do të thotë: "O Allah, përpara të gjithëve, tash është kryer dy luftimi." Dhe Abu Jehli si një prej prijësve të ushtrisë së Qurayshve do të del përpara dy ushtrive dhe do të thotë: "O Allah, aqta'una lirrahim." Ai cili më shumë ti i shkput lidhjet farefisnore dhe ai cili më shumë ti ka pru gjëra të reja në fen ton, atë shkatroje. Tash duaja është për të dy palët. Kush prej nesh më shumë ti i shkput lidhjet farefisnore? Nga se lidhja farefisnore tek Allahu xhalla xhelalu është çështje madhore. Dhe mushrikët e arabëve janë kujdesur për lidhjet farefisnore. Andaj Allahu e mori Ar-Rahim, lidhjen farefisnore, dhe i tha asaj: "Kush shkput ty, unë i shkpus lidhjet me atë. Kush të shkput ty, unë i shkpus lidhjet me atë." Abu Jehli dhe arabët tjerë këtë e kanë trashëguar prej fesë Ibrahimit alayhis salam. Kështu që doli përpara dy ushtrive dhe thotë: "O Allah, kush prej nesh më shumë ti i shkputën lidhje farefisnore dhe ka pru gjëra të reja në fen ton, atë shkatroje dhe palën tjetër ndihmoje." Andaj Allahu xhalla xhelalu e përmendi këtë gjë në librin e tij kur tha: "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Nëse ju kërkoni ndihmë, ja që ju erdhi ndihma. Do me thonë, nëse ju kërkoni të fitoren e njërës palë dhe humbjen e palës e cila ishtë më e prishur, më shkputse lidhjeve farefisnore, më palë e cila ka pru gjëra të reja në fe, faqad ja'akumul fath. Juve ju erdhi fitoria. Juve ju erdhi gjykimi i Allahut. Dhe gjykimi i Allahut çfarë ishte? Që fitoria ti takon kujt? Muslimanëve, që do me thonë pala tjetër janë ata të cilët i kanë shkput lidhjet farefisnore, jo musliman. Faqad ja'akumul fath wa in tantahu fa huwa khairul lakum. Nëse ju ndaleni dhe nuk vazhdoni në për lufta, kjo është më mirë për ju. Tash Allahu ju flet atyre të cilët kanë dalë dhe bëjnë dua në krye me Abu Jehlin. Wa in ta'udu na'ud. Nëse ju ktheheni luftë, ne jemi aty. Wa in ta'udu na'ud. Nuk është gjuhë e një njeriu të dobët. Tash Allahu i flet, i mëson besimtarët se si të flasin. Ju keni Allahun me veti. Wa in ta'udu, nëse ju ktheheni, na'ud, nëse kemi gale të kthehena në fushbetejë. Ama është më mirë për ju që ju të ndaleni dhe të mos bani luftë. Wa in ta'udu na'ud wa lan tughni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat. Dhe juve s'ka me ju bë dobi ky grup
ky njerëzillëk i madh, pa marrë parasysh sa është i madh. Wa anna Allaha ma'al mu'minin, dhe dijeni se me të vërtetë Allahu është me kë? Me besimtarët. Përveç atyre që i përmendu Ebu Gjehel, duhet me pat edhe iman, dhe se Allahu gjithmonë është kapale e besimtarëve. Allahu Gjelle Gjelaluhu pas i zbriti këta jetë, dhe Ebu Gjehli e bani këtë duatash, Allahu e zbret këta jetin për t'ju treguar besimtarëve që ju jeni në anën e së drejtës, dhe se fitoria është në atë i cili ka iman në Allahun dhe devotshmërinë Allahun Gjelle Gjelaluhu, plus asaj, këta besimtarë nuk janë ata të cilët kanë dëbuar njerëz prej vendeve të tyre. Nuk janë ata të cilët janë bë sebeb që njerëz me qindra njerëz dalin nga Mekja. Po janë këta tjerët, këta i kanë shkput lidhjet farefisnore, pa marrë parasysh se Ebu Gjehli ka bë dua kundër muslimanëve duke menduar se ata janë ata të cilët e kanë bërë këtë shkputje të lidhjeve farefisnore. Më pas, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur e sheh Ebu Gjehlin, duke u lutur Allahu te bareke ve teala, dhe e sheh se si ushtria e tij dal ngadal po fillon përparon në drejtim të muslimanëve, i dërguari Allahu te alaihi salatu wasalam hyn shatorin e tij. Ushtria e tij është përpara, mes tij dhe ushtrisë së mushrikëve është ushtria e muslimanëve. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam hyn shatorin e tij dhe bjen sejdë dhe i lutet Allahun Gjelle Gjelaluhu. Më pas e çon kokën prej sejdës dhe i ngrit duart në këtë formë. Është transmetuar që pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e ka bë duan kështu si në raste në rrethana normale, ku i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kështu e luste Allahun Gjelle Gjelaluhu. Tash pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam i ngriti duart e tij lart dhe e lut Allahun Gjelle Gjelaluhu me lutje të cilat tregojnë që Allahu i ka premtuar pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam gjëra për të cilat besimtarët nuk e kanë ditë. Andaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam me çfarë thoshte? Allahumma anjiz li ma wa'adtani. O Allah, ma realizo atë që ma ke premtuar. Shikoj Allah. Allahu ka premtuar wa man asdaqu min Allahi qila. Allahu premton, e a ka kush që flet më drejt se Allahu? Askush. Allahu premton dhe premtimi i tij realizohet. Megjithatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tregon për ulësinë përpara Zotit të tij Gjelle Gjelaluhu. I ngrit duart edhe pse radhët e muslimanëve janë të radhitura, momente duhet që fillon lufta. Edhe atë ta shpërsohet lufta në fush betej. Pejgamberi Allahut alaihi salatu wasallam bën lloj të veçantë të xhihadit. Ajo është xhihadi për ulësisë dhe duas përpara Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj ngrit duart lart dhe thot Allahumma anjis ma wa'adtani. O Allah, ma realizo atë që ma ke premtu. Ani se Allahu e ka premtu, e jona është të regojmë për ulësin ton ndaj Zotit ton Gjelle Gjelaluhu. Allahu ta premton, po ti duhet ta lypësh. Allahu ju ka premtuar besimtarve xhennetin, po besimtari duhet punoj për xhennetin. Besimtari duhet bëj dua për xhennetin. Besimtari duhet bëj përpjekje për ta fituar xhennetin Allahut Gjelle Gjelaluhu. Vazhdon dhe thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni unshiduka ahdaka wa wa'daka, o Allah, po kërkoj ndërmjetësim tek ti me besën që ma ke dhënë dhe premtimin që ma ke dhënë. Përsëri i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Po e përmend premtimin Allahu dhe Allahu gjithmonë realizon premtimet e tij. Asnjëherë nuk e them premtimin. Megjithatë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam e din këtë gjë. Dhe është njeriu më i devotshëm dhe njeriu më afër Allahu Gjelle Gjelaluhu. Thot ja Allah, in tasha la tu'bad ba'da al-yawm. Nëse ti o Allah don, ti më nuk do ta adhurosh pas kësaj dite. Nëse ne vritemi të gjithë, nuk ka adhurim të Allahut pas kësaj dite. Po muslimanët që janë në Medinë, se adhurojnë Allahun. E adhurojnë megjithatë nuk është adhurim me sheriat të plot, nga se do të vritet kush? Pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut po vrite, po tu vritte, do të ishte një pejgamber i fundit, i cili është vrarë dhe pas tij nuk ka pejgamber. E i dërguari Allahut e din që unë jam pejgamberi i fundit. Andaj i thotu Allah, nëse ti don, është vendimi yt, nuk do të adhurosh në kjo ditë. Vazhdon dhe thot, Allahumma in tahlik hadhihi al-isab min ahli al-islam la tu'bad fi al-ard. O Allah, po që se e shkatrove këtë grup prej bijve të islamit sot, nga kjo ditë nuk do të adhurohesh në tokë. Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu e shikon pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam nga prapa dhe e shikon insistimin e pejgamberit Allahut me lot
dhe me përullje se si bën dua Allahu xhallahu ala. Në atë moment, disa herë i bjen ridaja, i bjen ajo pelerina pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ai mantilli çka e ka pat. Ebu Bekri i ahuth mbi shpatullat e tij, ai përsëri çon duart lart dhe ajo i bjen. E një herë, dy herë dhe Ebu Bekrit i vjen shumë keq për pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Saqë e sheh formën se si lutet Allahut, thot ja Rasulallah. Mjafton nga se Allahu do të ndihmoj. Do me thë, unë jam bind, që nuk jam pejgamber, jam Ebu Bekr, nuk jam i dërguari Allahut. Unë jam bind nga lutja jote që Allahu do të realizon premtimin e tij. Kefake ja Rasulallah. Të mjafton o i dërguari Allahut, Allahu do të realizon premtimin tënd. Dhe pejgamberi Allahu se ndalet. E ndal duan e tij. Tash, kush beson më shumë në premtimin e Allahut? Ebu Bekri apo pejgamberi Allahut? Pejgamberi Allahut. Po pse vjen Ebu Bekri? E i thot pejgamberit Allahut bolla. Boll se shumë keq i ka ardhur. Mënyra se si lutej i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam. Kanë thënë dietarët, kjo nga se pejgamberi Allahut sallallahu ka prit shenjë nga Allahu tek besimtarët. Kur ta sheh qetësinë e zbritur në zemrat e tyre dhe vullnetin për dalë ata në betejë, atëherë do të çohet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Atëherë kur e sheh vendosmërinë e Abu Bekrit, i cili i thot mjaft ja Rasulallah, Allahu do ta realizon premtimin, çohet pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam me parzmorën e tij dhe thot se yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubura. Këto el jam'u, ky tubim dhe ky mbledhim i mushrikëve, këto do të humbin, do të psojnë disfat, wa yuwalluna dubura, dhe do ta kthejnë shpinën duke ikur dhe zbret në fush betejë. Deri në këtë moment pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ku ishte? Në Arish, në Shator. E ishte vend pak më i ngritur se sa fush betejë. E sheh ushtrinë, e sheh armikun, sheh gjithçka. Mirë po sheh gjëra të cilat besimtarët nuk i shohin. Kur i thot Ebu Bekri pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, Allahu do ta çon vend premtimin e tij, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ndjen fuqinë e besimit të Ebu Bekrit, po edhe fillon të sheh gjëra të cilat Ebu Bekri nuk i sheh. Çfarë sheh? E sheh pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam Gjibrilin alaihi salam, duke zbritur dhe i thot ja Ebu Bekr, Allahu është përgjigj lutjes tënde. Nuk thot lutjes time. Allahu është përgjigj kërkesës tënde për ndihmë. A ke lutë edhe ti Allahun? Edhe Aliu, edhe krejt gjithë e kemi lutë, po nuk janë vesh vetes meritat. Nuk jam unë ai i cili më shumë ti kam bë dua. Ani sa gjithë natën ka bë dua. Ani se gjithë kën flet në kohë kur i dërguari Allahu sasem qëndronte në sejdë dhe luste Allahun. Po nuk tha unë jam sebepi. Tha o Ebu Bekër, Allahu i është përgjigj kërkesës tënde. Jo kërkesës time. Jo unë, po jam besimtartë. Jam besimtartë. Andaj tha e shoh Gjibrilin duke i kap dizginat e kalit të tij, i cili në dhëmt e përparën të kalit të tij ka pluhur të xhihadit, ka pluhur të fush betejës, edhe është nis drejt armikut, është nis drejt ushtrisë së mushrikëve. Andaj Allahu xhella xhelaluhu e ka përshkruar këtë gjë në librin e tij në disa vende. Po është thënie e bukur e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër, nuk du tini këta me menten me trop. Me trop jeni këtu. Po mundoheni që me ment dhe me shpirt t'jeni në atë skenë ku ka qenë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ebu Bekri dhe Aliu shkon e vjen, shikon, a ka ndryshu diçka? Për shkak se në një prej transmetimeve, thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, unë zbritësha në betej, në fush betej, edhe ne do me thonë ç'është situata shumë me intensitet të rëndë. Andaj thot, shkoj e vi e gjej pejgamberin Allahu sallallahu alaihi wasallam me duart lart, në transmetim duke rënë sejdë dhe duke thonë, ja hayyu ya qayyum, ja hayyu ya qayyum. E kështu pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam vazhdon dhe bën dua, Aliu shkon e vjen, në moment kur Ebu Bekri i ahudh atë pelerinën, i thot boll moj o i dërguari Allahut, Allahu do të realizon premtimin, e çon kokën pejgamberi Allahut. Çfarë i thot? Ebshirja Ebu Bekr, nga e qajtmja, nga përullësia, nga kërkimin maksimum të ndihmës Allahut,
qohet pejgamberi Allahut, si me u zgju, si me ardh në realitet, mysh dhe o Ebu Bekër, tu busqesh alayhi salatu wassalam. Mysh dhe nga se Allahu i është përgjigj kërkesës tënde, jam duke e pa Xhibrilin alayhi salam. Mbi kalin e tij duke sulmuar armikun. E Allahu e ka përshu këtë gjë në Kur'an duke thënë kështu. Idh yuhi rabbuka ila al-malaika, kur Allahu ju shpalli melaqeve dhe ju tha, enni ma'akum, unë jam me ju. Allahu kujti thot enni ma'akum, melaqeve, unë jam me ju, mos e kini gajle, zbritni në tokë. Është urdhëri Allahut dhe melaqet nuk e thejnë urdhin e Allahut. Enni ma'akum fathabbitu alladhina amanu, dhe forconi ata të cilët kanë iman në Allahun, se ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b, do të fus në zemrat e mosbesimtarve frikë. Fadribu fawqa al-a'naqi wadribu minhum kull banan. Andaj ju thot Allahu melaqeve, sulmoni ata me shpata dhe binu në qafave të tyre edhe ekstremiteteve të tyre, këmbëve dhe durve. Allahu tash ju jep direktiva melaqeve se si cilën në fush betej. Friga në zemrën e armikut është në dorën e Allahut. Jo në dorën e melaqeve. Këtë melaqet nuk e bëj. E bon Allahu xhelle xhela. Po ju do t'i bini armikut me këtë dhe me këtë dhe me këtë mënyrë, sikur se ka treguar Allahu xhelle xhelaluhu. Po mbetet një pyetje tepër e rëndësishme. Si ka mundësi që këto krijesa, të cilat nuk bëjnë kësaj lloj gjëra në tokë, të vinë dhe të bëjnë kësaj lloj gjëra në tokë? Ka mundësi dhe e kemi treguar që kjo është betejë e parë në të cilën i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam merr pjesë në këtë numër të madh të muslimanëve, dhe është betejë e parë e cila do të lë gjurmë në gjitha betejat e së ardhmes në umetin e tij alayhi salatu wasalam. Andaj jona është mendojmë, pse Allahu i dërgoi këto melaqe? Kujt ja dërgoi? Çka bën ata që Allahu t'ju dërgoi kaq numër të madh të melaqeve? Dhe ka mundësi që ne në jetën tonë Allahu na dërgoi melaqe të cilat do të na përkrahin dhe do të na ndihmojnë. Kuptohet me urdhrin dhe me lejen e Allahut xhella xhelalu. Këtë gjë gjithmonë duhet ta pyes besimtarin në jetën e vet. Pse Allahu dikujt i ka zbrit melaqe dhe dikujt tjetër jo? Nuk është e thonë që Allahu dërgon melaqe për ty, e cila do të punon me shpatë. Po të dërgon melaqe për ty, e cila do të bëj gjëra të cilat nuk i shohim ne, nuk i dëgjojmë ne. Po përmes asaj Allahu të ruan ty dhe të ruan ata të cilët janë përreth teje. Sa melaqe dërgoi Allahu? Fillimisht Allahu dërgoi sa 1000 melaqe. Allahu zbriti 1000 melaqe. Më pas tyre 1000, Allahu dërgoi 3000 dhe faza e fundit Allahu dërgoi 5000 melaqe, të cilat kanë luftuar kundër 900 deri 1000 prej mushrikëve. Mos flasin se besimtarët kanë pasur mbi 300 burra trima. Thot Allahu: وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allahu ju pat ndihmuar juve në Bedër kur ju ishit të dobët dhe në numër të pakët. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jini devotshëm ndaj Allahut me qëllim që të bëheni mirënjohës, nga se të qenët mirënjohës ndaj Allahut është e lidhur me të qenët i devotshëm ndaj Allahut. Ai që nuk është mirënjohës nuk ka devotshmëri të mjaftueshme. Ai që ka devotshmëri dije se është mirënjohës ndaj të mirave të Allahut. Thot Allahu: "Idh taqulu lil mu'minin", kur ti o Muhammed ju thoshe besimtarve, çfarë ju ka thënë? "Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3000 min al malaikati munzalin." A nuk ju mjafton që Allahu t'ju dërgoj juve 3000 melaqe të zbritura? Kjo është faza e dytë. Në fazën e parë, Allahu dërgoi 1000 melaqe. Murdifin. Është përmend murdifin që do me thonë pas asaj do të vinë melaqe tjera. E tash Allahu tregon se si u fliste i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam besimtarve. Ele yekfiyekum, a nuk ju mjafton që Allahu t'ju dërgon 3000 melaqe? Pse e ka thonë këtë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam? Pasi zbret i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nga shatori, nga çadra e tij, vjen lajm që një njeri me emrin Kuraz ibn Jabirin ju ka ndihmuar alati Kurejshve, ju ka premtuar Kurejshve se ai do të vjen me trupa në numër të madh. Gjë e cila ka shqetësuar disa prej besimtarve. A e kupton, ti je tu dal përballë një armikut, numrin e së cilëve treguam si ishinin besimtarët, e treguam, po tash vjen një lajm, thuhet, Kuraz ibn Jabir do të sjell trupa me numër të madh.
E vjen pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i sigurt në premtimin e Allahut. E ju thot besimtar, a nuk ju mjafton që Allahu ju dërgon 3000, 1000 kanë ardhur. Në krye me Xhibrilin alayhis salam. 1000 kanë ardhur. Pas ju mjafton 3000. Po let vjen Kuras bin Abdullah dhe të tjerë, po s'ka kajl. Nuk ka kajl, 3000 me laçe, premtim prej Allahut. Po tash vazhdon Allahu dhe thot: Bela, po si jo, na mjaftojnë një i dërguari Allahut. Tash Allahu tregon këtë muhabet që ndodhen mes pejgamberit Allahut dhe muslimanëve. Bela, po Allahu thot po si jo, in tasbiru, nëse ju tash i dëgjoni këto lajmet dhe Allahu dërgon me laçe, por ama ju bani diçka. Ç'është ajo? In tasbiru wa tattaqu, nëse ju tregoni durimtar dhe të devotshëm, thot Allahu xhalla wa ala, wa ya'tukum min fawrihim, dhe armiku miniher ju sulmon. Do me thonë, sabri, devotshmëria dhe e treta, pala tjetër, sulmi i tyre me njëherë ndaj nesh, Allahu thot: Yumditkum rabbukum bi 5000 min al malaika, Allahu do t'ju ndihmon me 5000 melaq. Nëse ju keni sabër dhe jeni devotshëm, por ama edhe nëse vjen sulmi i armikut, Allahu miniher 5000 u dërgon. A nuk ju mjafton kjo? Bela, si nuk na mjafton. Na mjaftojnë se këto melaqe, për dallim nga betejat tjera, kanë një karakteristik që nuk është në asnjë betejë tjetër. E dini cila është ajo? Në betejat tjera melaqet nuk kanë luftu me shpatë, nuk kanë robru dhe nuk kanë vra prej armikut. Në Uhud, melaqet janë dërgu për të mbrojt pejgamberin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në Hunain, melaqet janë dërgu për të fut frikë në zemrat e mushrikëve. Në Bedër janë dërgu për të parën, për të dytën, dhe janë dërgu që të marrin pjesë aktive në betejë, duke e vra dhe duke e pre dhe duke e robruar armikun e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, në asnjë betejë melaqet nuk kanë marr pjesë aktive për post në Bedër. Në Bedër kanë luftu sikur se lufton një besimtar. Dhe për këtë janë transmetuar shumë transmetime që tregojnë se melaqet kanë marrë pjesë aktive në luftë kundër mushrikëve. Dhe do të tregojmë disa prej këtyre rasteve se si këto melaqe kanë luftuar për krah besimtarëve dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Muslimi rahimahullah nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, i cili thot: një burr prej muslimanëve atë ditë po ndiqte një mushrik për ta zonë rob ose për ta vrarë. Sepse në fush betej, kur zbres njën hikën, njën i shkon, edhe se cili e ka atë grupën e vetë me cilën lufton. E një prej muslimanëve është vu mbas njënit prej jo muslimanëve. Edhe thot, duke shku prapa ti, dëgjon një zë i cili thot: Aqdim hajzum, ec përpara hajzum. Kthehet nuk shef askënd. Dhe thot, kur kthehet, e sheh që ky mushriku ka ra për toke. Edhe shkon ta shofe, e sheh se hundën e ka pat të thyer ose të prerë dhe fytyrën të prerë sikur se me e pre me kamxhik. Edhe vjen tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe i tregon: Ja Rasulallahi, shkova mbas filanit, e dëgjova këtë zë, aqdim hajzum, është thënia e melaqes e cila i ka thonë kalit vet përpara hajzum. Kali e ka patë emrin çfarë? Hajzum. Përpara hajzum. Edhe ki tu kthy ta shoh ezanin, e ka pas e ki mushrik ka ra për tokë dhe e ka pas e është vra. E ka thonë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: Sadaqt. Vërtetën e ke thonë. Nuk është rënk, këto nuk janë pralla. Këto ne i besojmë sikur se besojmë pejgamberin e Muhamedit alayhi salatu wasallam, sikur se besojmë Allahun xhelle xhelalu. Sadaqt, e ke thonë të vërtetën. Dhalika min madadi as-sama'i ath-thalitha. Kjo është ndihmë të cilën Allahu e ka dërguar nga qielli i tretë. A e paramendoni ndjenjën e këtij sahabiu i cili e ka dëgjuar këtë thënie pi pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam? Allahu më ka ndihmu me melaqe nga qielli i tretë, ka zbrit në tokë dhe i thot kalit vet: Aqdim hajzum, dhe e lufton armikun tim. Pa e dini çfarë bindje dhe çfarë fuqie ju ka ardhur sahabeve pas Bedrit. Për shkak se kanë dëgju dhe kanë pa gjëra të cilat besimtar tjerë asnjëherë më nuk i kanë pa, asnjëherë më nuk i kanë dëgju. Po ashtu transmeton Ebu Umame
Es-Sehli rahimahullahu ta'ala, i cili thot, baba jem tha, o biri im, po të na shihin ditën e Bedrit, kur dikush prej nesh vetëm bante me isharet me shpat, ka një prej armikut ton, ati i flutron të kokë. Me shpat, ka bon me isharet, i ka shku kokë. Dhe zënejna të full për burat të cilët nuk kanë qenë frikacak, burat rima, të cilët kanë qenë në numër 3 fish më pak. Me gjitha atë Allahu i ka ndihmuar në gjitha format dhe në gjitha mënyrat. Vetëm e vetëm t'ju shtohet bindja se njeriu me të cilin luftoni krah për krahu është i dërguar i Allahut. Andaj vetëm me isharet ka kallzu ka armiku, i ka shku armikut kokë. Transmeton Imam Malik në librin e tij El-Muwatta nga Talha ibn Ubaydillah radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: Ma ru'iya ash-shaytanu yawman huwa fihi asghara wala adhara wala ahqara wala aghyadha minhu fi yawmi Arafa. Nuk është pa që shejtani tjetë më i përbuzur, më i nënçmuar, më i idhnum, më i vogël se sa në ditën e Arafatit. Nuk dihet ditë ku shejtani është në këtë cilësi se sa sikur se ditë e Arafatit. Pse? Thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Wa ma dhalika illa lima ra'a min tanazzuli ar-rahma." Nuk ndodh kjo vetëm se sheh zbritjen e rahmetit Allahu xhalla xjalaluhu wa tajawuzi Allahi 'ani dhunubi al-'idham, dhe se si Allahu i fal mëkatet e mdhoja në ditën e Arafatit. Illa ma uriya yawm al-Badr, për pos ditës Bedrit, atëherë është më i përbuzur, më i nënçmuar, më i poshtruar, më i vogël. I thanë, pse o i dërguari i Allahut? Dita e Arafatit e kuptum. Zbret rahmeti Allahut, zbret Allahu xhella xjalaluhu, zbresin melaqet e Allahut. Allahu i fal mëkatet e mëdhaja të robërve të cilët e lusin Allahun në luginën e Arafatit. E kuptojmë sa ai është i idhnum. Po pse është i idhnum për ditën e Bedrit? Tha pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Ama innahu qad ra'a Jibrila yaz'u al-malaika." Kjo nga se e ka pa me sy se si Xhibrili udhëheq melaqet në luftë. E kuptani? Kur e ka pa Xhibrilin se ka zbrit me ushtrinë e tij, ka thënë, kjo është diçka tjetër. Apo, andaj Allahu e ka përmend, dhe ne kemi cek për para 2 ligjëratave, se shejtani kur e ka pa se çfarë ka përgatit Allahu për Qurayshët në Bedër, ka thënë, ja, unë deri këtu. Apo, inni akhafullah, inni ara ma la taron. Unë shoh gjëra të cilat ju nuk i shihni, deri këtu. Edhe është kthy. Është smbrapës dhe nuk ka vazhduar në luftë kundër tyre, edhe pse niyeti i tij ka qenë që të merr pjesë aktive në luftë kundër pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pasi sheh Xhibrilin alayhi salam pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam nga shatori, zbret në safet e para. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, dhe është prej sunnetit që udhëheci i muslimanëve të qëndron në çadër, në Arish, ta komandon luftën, e ka fushbetejën përpara. Ama pejgamberi Allahut, ky njëjti i cili na mëson sunnetin se duhet qëndrosh atje, po na tregon një sunnet tjetër. Se është prej sunnetit që udhëheci zbret edhe në safet e para të fushbetejës. Dhe zbret pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam në fushbetejë dhe fillon që t'i stimulon besimtarët për të luftuar. Tashmë ju pritni komandat e mia, por para komandave po ju them edhe disa fjalë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Walladhi nafsu Muhammedin biyadihi." Pasha atë në dorën e së cilit është shpirti Muhamedit alayhi salatu wasalam. La yuqatiluhum al-yawma rajulun fayuqtalu sabiran muhtasiban. Çdo kush prej jush i cili i lufton sot ata dhe vritet durimtar dhe me shpresë se Allahu do ta shpërblej, do të jetë prej banorëve të xhennetit. Kjo ke pikë e parë. Apo kjo ke stimul i parë për të gjithë ju. Më pas pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, tamam, tash përgatitni, qumu, çohuni, ku? Drejt xhenneteve, gjerësia e së cilëve është sa gjerësitë e qejve dhe tokës. Nuk thot çohuni te armiku i cili do t'ju boj këtë. Jo. Qumu ila al-jannati arduha as-samawati wal-ard. Gjerësia e së cilëve është gjerësia e qejve dhe tokës. E këtu ka ndodh rasti me atë sahabijun të cilin e kemi përmend, Umair ibn al-Hammami radhiyallahu ta'ala anhu, i cili tha:
Bakhin bakh. Bakhin bakh si me thonë fjalorin ton. Wow. Wow. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, ma hamalaka ala hadha ya Umair? E pse I tha këto llafe? Tha ja Rasul Allah, jannatun arduha as-samawati wal ard. Gjennet, gjërësia e së cilë është sa gjërësia e qiejve dhe tokës. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, po tha unë du t'jem prej banorëve të gjennetit. Tha ente min ahliha, ti je prej banorëve të gjennetit. Më pas I nxori disa kokra të hurmave, të cilat filloi që t'i haje dhe tha, vallahi, mes meje dhe gjennetit jenë këto hurma, po është jetë e gjatë. I hodhi kokat e hurmave dhe u hodh në mes të armikut, radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është Umair ibn al-Hammam, radhiyallahu ta'ala anhu. E kështu pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam I stimulon sahabet me fjalë, por ama I stimulon sahabet edhe me çfarë? Me vepra. Nuk ish njeri I muhabeteve vetëm. Ish njeri I veprave, më pas I muhabeteve. Qohet I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, merr një grusht të dhe, një grusht grill, dhe hedh ka armiku, do me thonë ka mushrikët, dhe thot shahetil wujuh, u shëmtofshin fytyrat e juja, u shëmtofshin fytyrat e juja. E më pas, thot sahabiu transmetuesi I hadithit, nuk ngeli asnjë prej armikut të cilit nuk I hini pluhur nga pluhuri që e hodhi I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në syt e tij. Dhe kështu u intensifikua lufta mes të disafeve. E në kryje të safit të muslimanve ishte pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Vetë me trupin e tij, me shpatën e tij alayhi salatu wassalam, dhe Allahu për këtë hedhje të pluhurit dhe të rërës në sytë e tyre zbriti fjalën e tij wa ma ramejte idh ramejte walakin Allah rama. Nuk hodhe ti kur hodhe, por ishte Allahu ai I cili hodhi atë pluhur dhe I cili hyri në sytë të gjithë armikëve të Allahut dhe pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Shënon Imam Ahmedi nga sahabiu trim Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu, një trim I thot këto fjalë vëllezër. Thot kështu: ditën e Bedrit, ne sahabët, ne fshiheshim pas dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ishte njeriu më afër armikut se të gjithë ne. Më afër safeve të armikut kush ka qenë? I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ishte ndër trimat më të mëdhenj të asaj dite. Alaihi salatu wassalam. Ai ishte ndër trimat më të mëdhenj të asaj dite. Ndërsa sahabët, po burra trima, Allahu I ka zgjedhur ta trima që të jenë përreth pejgamberit Allahut alaihi salatu wassalam. Mesin e tyre ishte një sahabi I njohshëm, me emrin e së cilit e kemi përmend shumë, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Një ditë prej ditëve, pasi kishte ndruar jetë I dërguari Allahut alaihi salatu wassalam, I thot njëri: "Ja Sa'ad, a tu ka përgjigj Allahu ndonjë lutje stande? Ti ke bërë shumë dua, po të është përgjigj Allahu?" Tha Sa'adi: "Po. Në ditën e Bedrit, tha unë e mirësha shigjetat dhe I hudhsha ka harmiku dhe thojsha: o Allah, dridhva këmbët dhe futvu frikë në zemrat e tyre dhe bën me ata këtë ka bo lutje." E thoshte, tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam: o Allah, përgjigju lutjes së Saadit. O Allah, përgjigju lutjes së Saadit radhiyallahu ta'ala anhu. Andaj Saadi thot: po atë ditë më është përgjigj lutja që ja kam bo Allah. Pse? Se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte: o Allah, përgjigju lutjes së Saadit radhiyallahu ta'ala anhu. Ndërsa një prej trimave të rrallë të kësaj betejë, gjithë janë trima, domethënë nuk dim për ka të folim, po të përmendim diçka këtu atje vetëm për ta ditë se çfarë burra shkapat përreth I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre ka qenë Ebu Ubejde ibn al-Jarrah. Ebu Ubejdja ka qenë njeri urt, I qetë, nuk ka bo potere në xhamat, po ka qenë njeriu të cilin ka shpresuar Omeri që të kese burra si ai sa të dush. Andaj kur I është thënë Omeri shpreso, ka thënë shpresoj të kijem sa ky vendi që është burra sikurse Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Ka zbrit në betej, në fush betej, e ne e ka pa babën e vet. Baba vet nuk është në safin e tij. Baba vet është ka ana tjetër. Apo? E baba vet nga ana tjetër, Jarrahi, e ka sulmu djalin e tij. Një herë me kal, e dy herë Ebu Ubejdja është largu. Për s'dyti herë është largu. Për s'treti herë I ka dalë përballë babës e ne e ka vra. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe Allahu për Ebu Ubejdin ka zbrit ajete. Janë disa prej ajeteve madhështore që tregojnë se
ku duhet jetë aleanca e besimtarit, ku duhet jetë miqësia e besimtarit, për këtë duhet jetë dashuria e besimtarit, për këtë duhet jetë ndihma e besimtarit. Tha Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Nuk do të gjesh njerëz të cilët besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit, të cilët miqësojnë ata që kundërshtojnë Allahun, që luftojnë Allahun dhe dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Walau kana aba'uhum, edhe nëse janë baballarët e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre, ulaike ketebe fi qulubihimul iman, Allahu këtyre u ka fut imanin në zemra. Allahu thot ketebe, u ka rënjosur imanin në zemrat e tyre. Shpërblimi për të thot Allahu te baraka taala, wa ayyadahum bi ruhin min, dhe Allahu i ndihmon ata me ndihmë prej tij. Wa yudkhiluhum jannat, dhe Allahu do t'i fut në xhennetet e Allahu xhalla xjalaluhu, tajri min tahtiha al-anhar, në së cilët xhennet rrjedhin lumej, khalidin fiha, në të cilët do të qëndrojnë për gjithmonë, radiyallahu anhum wa radu an. Ata ishin të kënaqur me Allahun dhe Allahu që i kënaqur me ata. Ulaike hizbullah. Mu këta thot janë njerëzit e Allahut. Mu këta janë partia Allahu xhalla xhelal. Ai i cili për mik merr besimtar. Ai i cili ndihmtar matematika besimtar. Ai i cili aleancën e ka me besimtar. Ai i cili interesin e ka me besimtar. Innamal mu'minuna ikhwa. Tha Allahu xhallahu ala, me të vërtet vëllezër janë vetëm besimtarët. Vazhdon Allahu dhe thot, ela inna hizballah humul muflihun, dhe me të vërtet partia ose njerëzit e Allahut, mu këta janë fitimtarët. Në këto momente dhe në këto skena e sheh pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam se njëri lufton kundër vllaut dhe tjetri kundër babës, dhe tjetri kundër farefisit dhe e kështu me radhë. Tha pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, shuddu, tash sulmoni. Deri tash ne kemi prit që ato të sulmojnë. Tash shuddu. Ne do të lëshohemi kundër armikut. Dhe kjo është momenti i parë ose faza e parë e disfatës dhe rënjes së ushtrisë së Kurejshëve në Bedër. Me thënien e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, shuddu, forcë përpara. Vetëm përpara. Kjo është urdhër që e gjithë ushtria e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam të ecë përpara. Dhe este i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam në krye të tyre dhe thoshte se yuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubura, gjithë to do të hupin dhe do të kthejnë shpinën duke ikur, dhe çashtu ndodhi. Filloi që ushtria e Kurejshëve të ik dhe musliman do me thënë t'ju vihen prapa, kë e zishin, kë e vriqin, kë e robrojshin e kështu me radhë. Po në mesin e tyre, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dinte që në mesin e tyre ka njerëz të cilët nuk këndalën me vullnetin e tyre në betejë. Tha i dërguari Allahu alaihi salatu wasallam, unë e di se në mesin e tash në këtë muhabet, në këtë kriz, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po ju thot, unë e di që në mesin e tyre janë Banu Hashim, familja e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, të cilët kanë dalë të imponuar. Abbasi është axhe i pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Aqili është vllau i Aliut. Është vllau i Ubejdes, i cili u vra radhiyallahu ta'ala anhu, Naufel ibn al-Harith. Vllau i Ubejdes, radhiyallahu anhu. Këto nuk kanë dash dalin betej. Me po kanë qenë të detyruar. E pejgamberi sa se më thot, nëse e gjeni dika prej Banu Hashim, mos e vritni, por robroni. Nëse e gjeni dika prej filan fisit, mos e vritni, por robroni. Nëse e gjeni Ebul Bukhteri, mos e vritni, por robroni. Ebul Bukhteri e kemi përmend, ka qenë prej krerëve të Kurejshëve, por ama ky ka qenë i butë gjithmonë. Dhe ky është një prej shkaktarëve të cilët e kanë prish atë marrëveshjen që është bë kundër pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi Allahu nuk ja pat harru. Ta nëse gjeni Ebul Bukhtarin, mos e vritni. Robroni ja sillën e teu. Një prej sahabeve të mëdhej, trimave për rreth pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, diçka e lëndon nga këto fjalë. Thot ne ati vrasim babalart ton, vllaznit ton, e mos ta vrasim Abbasin pasha Allahun. Po e gjeta Abbasin, axhën e pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam, do t'ja hek kokën. E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam dëgjon këtë mohabet.
Veç pak, unë jam komandant ushtri, unë jap urdhra. Mirë, po nuk i kthehet këtij sahabiut. E dini kush është ky? Ebu Hudhejfe. Djali i kujt? Na. E përmendëm ligjëratën e kaluar. Kush ka dalë në 2 luftim? Kana e mushrikëve. Bravo. Ajo është Utbe ibn Rabi'a. Ebu Hudhejfi është i biri Utbes. E Utbeja ka dalë në betejë me vllajën e vet, me djalin e vet. Këti është vllaj, i është vra baba, i është vra axha. E thot, neve të na vriten këto, e unë mos ta vras Abbasin? Tha, vallahi si ta zo Abbasin dhe e kokë. E pejgamberi Allahu s.a.s. nuk i thot, hajde se ta kallzojun, veç pak. Mshilnja këtë mrapa, u kthyi ka Omeri, tha, ja Eba Hafs. Kjo është hera e parë, thot Omeri, që pejgamberi Allahu s.a.s. po më thirr Ebu Hafs, dhe kjo i ka lënë për shtypje shumë Omerit. A vritet axha i pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam? Tha, ja Rasul Allah, m'jep leje që t'ja hek kokën e Ebu Hudhejfes. Fa innehu qad nafaqa, se është ba munafik. Si mund të fole kështa? Mirë, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as nuk i thot Omerit, çu Omer, jalla. Ja. E kupton natyrën e tij dhe pse ka ardhur ky gabim? Sa ai ka dalë, ka luftu kundër vllaznive vet, kundër farefisit. Megjithatë nuk e qorton. Po e thot, po kjo nuk bëhet me urdhrat e mia. Thot Ebu Hudhejfja, dhe nga ajo ditë ma, asnjëherë nuk kam qenë i sigurt për imanin tim. Dhe kam menduar veten time se nuk ma shlyn, nuk ma fshin këtë gjina, vetëm se shahid llaku. Edhe ashtu ndodhi. Ra shahid radhiyallahu ta'ala anhu në betejën e Yemamës, radhiyallahu ta'ala anhu. Në mesin e tyre, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam ndaloi që të vritet Ebul Bukhtari ibn Hisham. Plak i shtyr mosh. Megjithatë u tha sahabe, Ebul Bukhtari jo të vritet. Ai të robrohet, sillet te pejgamberi Allahut alayhi salatu wasallam. Del njëri prej sahabeve dhe e nxe Ebul Bukhtari. Ki ansari ka qenë ky sahabja. Ane i thot, o filan, kam leje ose kam ndales nga i dërguari Allahut. Mos të vras, por të robroj. Thot, po ki shoki jem? Thot, ai s'ka, parat nuk kam nësti. Për ta është. Thot, unë selam vetë. Thot, o ti filan. I dërguari Allahut sazim na ka ndalu që të vrasëm. Duhet të robrojmë, të çojmë tek ai. Se ka diçka mes teje dhe pejgamberit Allahut alayhi salatu wasallam. Thot, si ta pranojsh edhe shokun tim mirë. Si jo, unë nuk e tradhtoj. A mushrik? Ama besnik. Tha, po çka i betu ba, e kupton? Tha, po ti a don që gratë e Mekes, thune Ebul Bukhtari ishte frikacak, e kalon shokin në situatën më të vështirë? Asnjëherë ka thonë. Luftojmë deri në fund. Edhe çot ki sahabi ai vret të dytë. Edhe shkon dhe i thot pejgamberit Allahut, ja Rasulullah. I thash, po nuk pranoj. Dhe ja tregon rastin, dhe se Ebul Bukhtari ka qenë prej atyre të cilët janë amnestuar, megjithatë nuk kanë pranuar amnestinë e pejgamberit Allahut se nuk ka dash që ta tradhton shokun e tij të luftës. Sepse arabët e asaj kohe kanë pat virtyte burrnie, të cilat sot fatkeqësisht mungojnë te ne, mos flasim te armiku jon. Ne si kina, mos flasim armiku jon. Tha, a doni që gratë e Mekes të bëjnë haxhuzellëk në par Mekë, thënë Ebul Bukhtari, e kalon shokun në situatën më të rëndë? Asnjëherë. Elusë Allahun që Allahut na jep iman dhe dituri. Dituri e cila do të na shton imanin dhe imani i cili do të na shtyn të kërkojmë dituri dobishme që do të na bën dobi në dynja dhe në ahiret. Vazhdojmë ligjëratën e ardhshme me detaje tjera. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpëlbej.